Universiteti Aleksandër Mojsiu në Durrës organizon konferencën e Aleancës Europiane Universitare Stars EU nën moton Research the World, Reach the Stars. Rektori i UAMD, profesor doktor Shkëlqim Fortuzi, në një konferencë përshtyp, u shpreh rreth kësaj konference të rëndësishme akademike. Nga data 19 deri në datën 21 mars në Universitetin Aleksandër Mojsiu Durrës do të zhvillohet konferenca e vendeve partnerë të Aleancës Stars EU. Në Aleancën Stars EU, përveç Universitetit Aleksandër Mojsiu Durrës, aderojnë 8 universitete europiane. Universiteti Aleksandër Mojsiu Durrës është i vetmi universitet shqiptar që aderon në një aleancë të tillë akademike, kërkimore, shkencore. Gjithashtu, Universiteti Aleksandër Mojsiu Durrës është i vetmi universitet i Ballkanit Perëndimor që aderon në aleancën e vendeve aleate të Stars EU-s. UAMD mirëpret në këtë aktivitet të rëndësishëm akademisë, kërkues shkencor, rektor e president universitetesh, por jo vetëm. Këtyre 3 ditëve në konferencë do marrin pjesë rreth 300 kërkues shkencor që do jenë drejtues të universiteteve, si rektor të këtyre universiteteve aleate, do jenë president të këtyre universiteteve, kërkues kërkimor shkencor, profesor, student, përfaqësues nga Akademitë e Shkencave të vendeve pjesëmarrëse të Aleancës Stars EU. Gjithashtu do ketë pjesëmarrës dhe nga bashkitë e vendeve respektive të Aleancës, përfshirë këtu dhe përfaqësues nga Bashkia e Durrësit, do ketë përfaqësues të niveleve të larta, siç është komisioneri i shtetit holandez e tjerë. Rektori i UAMD, profesor doktor Fortuzi, u shpreh se konferenca nuk do të ketë vetëm qëllim shkencor, por dhe krijimin e urave të bashkëpunimit në shumë fusha. Pra si shikohet nga përbërja e grupit kërkuesve kërkimor shkencor dhe jo vetëm, konferenca nuk do të ketë vetëm thjesht qëllim fokusin e kërkimit shkencor, por dhe krijimin e urave të bashkëpunimit ndërmjet palëve të interesuara. Pjesë e rëndësishme e konferencës dhe një panel i rëndësishëm do t'i kushtohet dhe bizneseve të vendeve përkatëse. Pra pjesëmarrësit e bizneseve, përfaqësues domeve të tregtisë, por edhe përfaqësues të korporateve ndërkombëtare dhe bizneseve shqiptare, do kenë mundësinë për të krijuar ura bashkëpunimi për të mirën e përbashkët. Gjatë këtyre ditëve do të zhvillohen konferenca të rëndësishme në shumë sensione dhe panele me tema mjaft aktuale. Konferenca do të zhvillojë aktivitetin në disa seksione. Në këto panele dhe këto seksione do të debatohet, do diskutohet për tema mjaft të rëndësishme të nxehta, siç janë zhvillimet teknologjike, inteligjenca artificiale, si dhe përmirësimi i kurrikulave mësimore dhe përshtatja e këtyre kurrikulave me standarde të tregut, me qëllim përgatitjen e studentëve për të konkuruar jo vetëm brenda tregut brendshëm, por edhe në tregun botëror. UAMD e vlerëson këtë konferencë për të krijuar ura bashkëpunimi, por edhe një mundësi mjaft të mirë me beneficie dhe për qytetin. Interesi i stafit akademik të Universitetit Aleksandër Mojsiu Durrës dhe i studentëve tonë është që të krijojë ura bashkëpunimi me kolegët apo me partnerët e vendeve aleate të Aleancës, si dhe të krijojnë mundësitë për të marrë pjesë në projekte të ndryshme kërkimore shkencore për të kryer kërkimin shkencor. Gjithashtu, rëndësi do t'i jepet dhe përmirësimit të cilësisë së procesit mësimor, duke implementuar metoda të reja të procesit mësimdhënies me qëllim arritjen e rezultateve sa më të larta për t'i përgatitur studentët sipas kërkesave të tregut botëror. Gjithashtu, një interes të jashtëzakonshëm do ketë dhe njohja e turizmit apo ekonomisë qytetit Durrësit dhe vlera ekologjike që ka qyteti i Durrësit, të cilat do të shërbejnë si mundësi e mirë për zhvillimin e turizmit në të ardhmen, duke e njohur pra këtë turizëm dhe këto vlera në mbar botën nga vendet partnere dhe jo vetëm. Një ngjarje e tillë e përmasave akademike europiane sjell dhe njësimin e aktivitetit universitar me jetën e qytetit, duke i dhënë Durrësit statusin të merituar si qytet universitar.